ke blokim në jetën personale? Ke blokim me parat? Ke blokim me partnerin? Jeta jote është e vështirë? A e dinje ku është sekreti? Dhe shiko disa nga të gjitha këto dinamikat që do të them, a i ke dhe ti në jetën tënde. 1. Si është marrëdhënia me nenën tënde? A ke patur doj mosmarrveshje? Do thuash ti, mosmarrveshje është normale të mos të kemi. Por nuk të flas për tani, por kur ke qenë i vogël, e vogël. Sepse në ndërgjegja jonë mban shumë trama. Dhe nëna jonë dhe babai jonë janë zotrit që ne njohim të parët, ata që na kujdesin, që na kanë në dorë. Sepse ne nuk mund të jetonim kur ishim të vegjël pa kujdesin e nenës dhe të babait. Në qoftë se ke pasiguri, ke frikra të ndryshme, çdo gjë në jetën tënde dhe bllokime partnerin, dhe do të ta shpjegoj pse, atëre çelësi është marrëdhënia me nenën. Dhe këtu dua të them që kemi zgjidhje, sepse me metodën sistemi përfaqësik, që bëhet dhe në privat dhe në grupe nga afër, kur shikon personin që vejmë në vendin e nënës tënde si flet për ty dhe ti çfarë ndjen për te, por kemi dhe zgjidhjen pasaj, të tregon kush ka qenë marrëdhënia jote. Dhe pajtimi, lirimi, falja nga ana jote dhe e nënës është zgjidhja. Dhe për këtë zgjidhje mund të bësh një hap për jetën tënde, sepse do të them dhe gjëra të tjera në video të tjera, sa shumë lidhje kanë. Po vi në Tiranë për të gjithë ju që keni bllokime dhe më shkruani dhe ankoheni në jetën personale, me partnerin, me bollekun, me parat, me punën tuaj dhe thjesht me jetën tuaj. Akoma dhe në familjen që ke krijuar. Të them me sy të hapur dhe duke të parë në sy që ka zgjidhje. Por zgjidhja je ti, sekreti je ti, të marrësh vendimin. Ndaj, fillo të bësh diçka ndryshe nga erët e tjera. Hapi parë, mbyll një takim privat ose në grup për ju që jeni në Shqipëri dhe mund të vini në Tiranë. Por rezervoni vendin tuaj, sepse grupi do jetë i vogël. Dhe po të them, në qoftë se ke marrëdhënie të vështirë me nenën dhe diçka ka ngelur në gjysmë, ajo që ngeli në gjysmë me nenën tënde, ti e vazhdon me partnerin tënd. Prandaj, në qoftë se ke vështirësi me partnerin, çelësi është tek nëna jote. Gjithashtu, në qoftë se akoma ti kritikon, e gjykon prindin tënd për diçka që të ka bërë në çfarëdo moshe që je ti akoma, dhe ke emocione negative për te, për njërin prind, për nenën ose babain, por nëna është ka më tepër lidhje me të gjitha këto. Atëherë, çdo gjë negative rrin në ndërgjegjen tënde dhe nuk largohet. Ndaj sjell dhe vështirësitë në jetë. Dhe në qoftë se je ndjeri i braktisur e braktisur nga nëna ose babai jot, atëherë ke frikën e braktisjes dhe sjell në jetë partnerë që të braktisin në mënyra të ndryshme. Dhe braktisja nuk është vetëm fizike. Mund të jesh me një partner dhe të ndihesh e vetmuar i vetmuar. Në qoftë se je dhe ti që më dëgjon, një nga këta personat që ke partner, por ndjesh e vetmuar i vetmuar,
dhe nuk e fare, ose gjenë dhe largohen, kam zgjidhjen. Metodat që mund të punojmë së bashku në bashkëpunim, sepse vetë nuk mund të bëj as edhe një gjë. Jam Merita Cake, terapiste energjike, sintonistria e metodës sistemit përfaqësik, shkrimtare, mësuese dhe trajnere i zhvillimit personal. Erdhi koha që të bësh diçka ndryshe. Unë jam këtu, më komuniko me numrin që do të lej këtu tek videoja dhe mbyll vendin tënd nga hafër në Tiranë dhe në të njëjtë kohë dhe në privat. Çdo gjë ka zgjidhje, mos u vono dhe prit videot e tjera që të themi dhe mënyrat e tjera, a ke një nga këto. Po pak a shumë besoj të gjithë kemi patur probleme me nënët tona. Dhe nuk të flas ty që thua jam tani 40, 30, 50, 60 dhe ka marrëdhënie të mira, sepse tani ti justifikon marrëdhënien e nënës tënde me ty. Por të flas kur ti ke qenë fëmijë dhe çfarë të ka mbetur me në ndërgjegjen, sepse unë nuk jam terapiste që punoj në sipërfaqe, po punoj me plagët e tua, me traumat e tua, dhe traumat tona janë të shkruara në qelizat tona, të nënës, të babait ton, të paraardhësve tan, 14 breza mbrapa, dhe po t'i bëjmë shumëzim, bien 4028 veta, po s'është nevoja, do më thënë numri, dhe ke jetët e mëparshme, çfarë do që ke kaluar, gjithashtu atë që kalon tani në këtë jetë, të gjitha këto i ke si informacione në qelizat tënde. Me këto punojmë dhe erdhi koha që ti të dëgjosh zërin e shpirtit tënd, të shikosh me sytë e zemrës, jo me sytë që shikojnë për jashta, se sytë që shikojnë për jashta, shikojnë gjëra gënjeshtare, kurse sytë e zemrës, zëri i zemrës të tregon të vërtetën dhe të çon atje ku duhet të shkosh. Ndaj nuk ka vuajtje në këtë jetë, nuk na detyron asnjë të vuajmë, kurse ne lejojmë veten tonë të vuaj dhe përsëritim ato motivet 100 herë. Prandaj, shikon në radhë të parë dhe më shkruaj si është jeta jote. Si e quajnë të lehtë, të vështirë, kalon mirë, me partnerin, pa pyetje veten, me kush të ngjan kjo sjellje e partnerit tënd, femër ose mashkull, me nënën apo me babain tënd, apo të ngjan me diçka që ka ndodhur te nëna te babai jot, që kanë patur konflikte, zihershin për lekët nuk ju dilin asnjëherë, nuk respektonin njëri tjetrin, babai e shante mamanën, i fliste dhe fjalë jo të mira, i bënte dhunë, pa shikoj me këngjan. A do të lirohesh? A do të fitosh lirinë? Sepse kur ne fitojmë lirinë e shpirtit tonë dhe respektojmë veten tonë, të gjitha do vinë në vijë. Nuk mundet të sjellësh asnjë bollek, asnjë para kur je në energji negative dhe nuk të flas për personalitetin. Personaliteti ti mund të jesh me univers, mund të lexosh, mund të dish të flasësh shumë bukur, sepse unë nuk di të flas bukur. Unë flas me zërin e shpirtit tim dhe di të bëj terapi bukur. Sepse për këtë më ka sjell Zoti këtu në tokë. Dhe kam zgjedhur unë të vi në tokë. Është misioni i jetës time. Dhe për këtë, e dini ku e mësojmë? Bëjmë analizën e artës të evolucionit të shpirtit, vetëm e ditën e ditëlindjes. Shikoni dhe videot e tjera. Bëni diçka ndryshe. Shqipëria ka nevojë për këto metoda. Nuk ka nevojë të rrim në sipërfaqe dhe të them unë jam e lumtur, unë jam kështu, i themi dhe ato. Po duke i thënë vetëm unë jam e lumtur, unë jam kështu, jam ashtu, nuk zgjidhen gjërat, sepse janë të regjistruar atje. Duhet të vëmë të shikojmë dhe të nxjerrim në sipërfaqe dhe të bëhen dritë, se kjo drita këtu. Okej? Ju dua shumë, ju falenderoj. Do t'ju le dhe numrin këtu për çdo gjë për zgjidhje.